Ministria e Ekonomisë është në pritje të raportit nga Inspektorati i Tregut për verifikimin e çmimeve të produkteve ushqimore. Ministri Durmishi tha se nëse në qershor ka rritje enorme të çmimeve të ushqimoreve dhe pijeve në krahasim me çmimet e majit, do të ndërmarrin masa më rigoroze, por pa precizuar se cilat rritje vlerësohen enorme dhe se cilët produkte mund të kufizohet marzha e fitimit. Ako imаме enormno zgolemuvanje, ќе одиме со по-ригорозни мерки. Или ќе одиме со помал процент на ограничување, или ќе ги опфатиме скоро сите производи. Кога ќе ги земеме податоците, исто како што излегов пред јавноста за месец мај, исто така ќе излеземе и за месец јуни и ќе ве известим. Кога имаме празници, особено во овој временски период, трговците знаат кои производи се трошат повеќе и таму ги покачуваат цените. Për të zbutur rendekun ndërmjet çmimeve të larta dhe standardit të qytetarëve, resori i ekonomisë po përpiqet të rrisë fuqinë blerëse, duke ulur papunësinë me masa të subvencionimit të punësimeve. Masa e subvencionimit të punësimeve së zgjat deri nesër, që kompanitë e vogla, mikro dhe të mesme të krijojnë vende të reja të punës, deri më tani kanë arritur 1133 aplikime nga bizneset për 1400 të punësuar. Këtu shteti subvencionon 250.000 denar për persona deri në 29 vjeç, 220.000 denar për gratë, romet, personat me aftësi të veçanta dhe personat me ndihma sociale dhe 160.000 denar për personat mbi 29 vjeç. Dërsa masa e vetpunësimit që është 10.000 euro deri në 29 vjeç dhe nëse bën 2 ortak për hapjen në një biznes si që arrin shuma 20.000 euro, Durmishi tha se janë 7.000 aplikime. Тука имаме апликации 6026 души кои аплицирале и сега ево селекција, да. Околу 1100 души аплицирале за другата мерка каде што може да се аплицирале фирмите каде што може да земат лица да ги вработат во собствениот бизнис, така да све до сега имаме над 7.000 луѓе кои аплицирале со овој оперативен план. Имаме уште мерки кои се во тек, имаме уште мерки кои ќе ги објавиме како што беше ова денешната со практиканство, така да. Për masën e punës praktike, shteti ka për qëllim që 1352 të papunësuar deri me 29 vjeç për së pakur me shkollë të mesme të arrin punë praktike dhe përvojë, 40 prej të cilëve praktiken virtuale nga distanca. Nga Ministria e Ekonomisë thanë se do t'u japin kompensim mujor rreth 200.000 euro me sigurim të paguar dhe tatim personal në periudhë prej 3 muajsh. Kjo masë e qeverisë është në kuadër të 20 milion eurove të ndara për 10.000 qytetarë të cilët synohen të angazhohen në sistemin e punës.